Filmat e animuar janë pjesë e përditshmërisë së shumë fëmijëve, duke ndikuar në mënyrën si ata komunikojnë, mësojnë dhe përjetojnë emocionet. Punonjësja sociale Tonilda Çela thekson se përmbajtja që ndjekin fëmijët duhet të jetë e përshtatshme për moshën dhe e kontrolluar nga prindërit. Fëmijët nuk janë të i pa ma filmave vizatimor me ngjuhen shqipe, por ngjuhet e tjera dhe është një formë zhvillimit për fëmijët edhe kjo na gëzon, por jo për me harrue dhe për me braktis gjuhen shqipe. Ndërsa elementet tjera të rëndësishme në edukimin e fëmijëve në aspektin emocional është pjesa empatike. Duhet me pas parasysh sa e rëndësishme është që një këto fëmijë të dinë për me fitu vlerat njerëzore edhe nëpërmjet një këtyre sjelljeve, por jo gjithmonë janë pozitive. Megjithatë, jo çdo përmbajtje konsiderohet e përshtatshme për ta. Përmbajtja e filmave vizatimor metet gjithmonë e dëmshme dhe bjen shumë rreziqe kur sfidohet nga sjelljet të dhunshme që ne i shohim në filmat vizatimor. Shpeshherë janë mjete, prerëse, thika, armë të cilat përdoren por që shoqënohen edhe me lojnash. Fëmijët modelojnë dhe imitojnë çdo sjellje që ata shohin filmat vizatimor. Prindrit këshillohen të kontrollojnë kohën dhe përmbajtjen që ndjekin fëmijët në ekran. Janë filmat edukativ, janë ata filmat që përcjellin mesazhe të vlerave njerëzore, filmave të cilat tregojnë për rregullin e jetës, për respektin ndaj tjetrit, për disiplinën, për higjienën, për ton dashninë që kanë me përcjell në forma të ndryshme në mosha të ndryshme. Kontrolli i përmbajtjes që ndjekin fëmijët dhe kufizimi i kohës para ekranit konsiderohen hapa të rëndësishëm për të ndihmuar në një zhvillim më të shëndetshëm emocional dhe social të tyre.